Materniteti Mbretëresha Geraldin ka hapur dyert të ambienteve të reja pas 5 vitesh punime për rindërtimin e tij. Pjesë e inaugurimit ishte dhe kryeministri Edi Rama, i cili theksoi se sistemi i shëndetësisë sa vjen dhe përmirësohet, ndonse pranoi se ka ende nevojë për më tepër investime. Kemi shumë shka për të numëruar, por nuk kemi shumë nga ato probleme që kishim, jo larg po një dekadë më parë. Nuk kemi numrin maramëndës të infeksioneve postoperatore që mbanin njerëzit me ditë tëra në spital mbas operacionit si rezultat i kushteve jashtëzakonisht vështira higjienike dhe si rezultat i instrumentave mjekësor tërësisht të dalë boje. Me ironi, Rama ju përgjigj atyre personave që kritikojnë sektorin e shëndetësisë. Transformimi i shëndetësisë është në sytë e gjithë atyre që duan të shohin, por shëndetësia është në të njëjtën kohë edhe në gojet e të gjithë atyre që nuk duan të shohin. Duke cilësuar mjekët si heronj, kreu i qeverisë premtoi rritje pagash për ta, si dhe për infermierët. I kemi rritur shumë ndjeshëm, por dua që të jeni të bindura, se këtu shumica janë gra për fatmirë, që ne do të vazhdojmë të rrisim pagat. Materniteti tashmë i rikonstruktuar do të ofrojë shërbim për mbi 20.000 pacientë në vit.